Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet, lavdërimet, adhurimet i takojnë Allahut Azza wa Jall, nëse paqja dhe bekimet e tij qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Dhe zë të nderuar, po takohemi edhe sot me lejen e Allahut Azza wa Jall në takimet e radhës dhe me ligjëratat e zakonshme që kemi filluar kohë më parë. Edhe sot do të jemi në takim fillimisht me dersën e emrave të Allahut Xhella Xhelaluhu, e për dersën e sirës do ta shtym për mas Bajramit inshallah, që të plotësojmë atë që ka mbetë. Nga se dhe mas Bajramit i bie që tjetë aktuale e ku kemi mbet flasim për te, për hijretin, andaj e kemi shtyr deri në atë kohë kur veç e ka dhe kohën që të flitet për te. Ndërsa sot jemi në takim me një emër të ri nga emrat e Allahut Azza wa Jall, nga emrat e bukur të Allahut subhanahu wa taala. Në takimet e kaluara do të thotë kemi marrë tri nga emrat e bukur të Allahut te baraka wa taala, që dietarët islami kanë konsideruar si bazë e të gjitha emrave. Andaj emri Allah, emri Rabb, edhe emri Rahman janë emrat bazë të Allahut subhanahu wa taala. Pas kësaj, pas emrit Allah, pas emrit Rabb, pas emrit Rahman, dietarët pastaj kanë ndjek rrugë të ndryshme në përmendjen e emrave të Allahut te baraka wa taala. Disa nuk kanë ndjekur rrugë të posaçme, metodë posaçme në renditje. Mirpo i kanë përmendur pavarësisht, do të thotë ndonjë pavarësisht renditjes së caktuar. Disa janë përmbajt, do të thotë një farllë renditjeje alfabetike. Apo pas Allah, Rabb, Rahman ka shku pastaj al-awwal, al-akhir me alif e kështu me radhë. E disa të tjerë deri me një mas janë përmbajt një rregull e pastaj nuk ka pas rregull caktuar. Rregulli që janë përmbajt në fillim, do thotë ka qenë rregulli i surës Hashr, ku Allahu xhallahu ala përmend Ar-Rahman apo Ar-Rahim, pastaj vazhdon duke thënë huwallahu alladhi la ilaha illa huwa al-Malik. Dhe kam vazhduar të flasim për emrin Allahut al-Malik, al-Quddus, as-Salam e kështu me radhë. Andaj, unë për veti kam parapëlqyer që të ndjekim këtë metodë në tretë, pasi Allahu xhallahu ala kështu i ka renditur emrat e tij në ajetin më të gjatë që flet për emrat e Allahut te baraka wa taala. Nga se çdo ajet gati përfundon me një emër të Allahut te baraka wa taala. Mirë po të përmbledhura, do të thotë në këtë mas, sikur se kanë ardhur në surën Hashr, nuk kanë Kur'an dokun tjetër. Prandaj Allahu xhallahu ala në surën Hashr në 3 ajete me radhë përmend emrat e bukur të tij. Prandaj në bazë të kësaj renditje do të marrim sot me lejen e Allahu xhallahu xhelaluhu emrin e Allahut al-Malik. Pasi që kështu ka ardhur i përmendur në renditje në surën al-Hashr. Allahu xhallahu ala në surën al-Hashr do të thotë huwallahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash-shahada huwa ar-rahmanur rahim. Pasaj thot huwallahu alladhi la ilaha illa huwa al-Malik. Ai është Allahu që nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush posa tij, alimul ghaibi wash-shahada, ai që hollësisht e njeh të dukshmën dhe të fshehtën, ai është Allahu i cili është Ar-Rahman Ar-Rahim, këtë kemi trajtuar. Dhe pastaj ka thonë ai është Allahu i cili nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush posa tij, huwa al-Malik, ai është al-Malik. Emri al-Malik në Kur'an ka ardhur në disa vende. Edhe ka ardhur në disa forma tjera përveç kësaj Malik. Ka ardhur Malik edhe ka ardhur al-Malik. Al-Malik ka ardhur një herë në fund të surës Al-Qamar, ndërsa al-Malik ka ardhur i përmendur 5 herë në Kur'an. Ndërsa Malik ka ardhur e përmendur 2 herë në Kur'an, një herë ndar dhe një herë e ngjitur, Malik el-Mulk edhe Malik Yawmiddin.
Ky emër i Allahu xhalla xhelaluhu është i ndërlidhur si çdo emër tjetër me shumë emra të tjerë të Allahut te bareka ve taala dhe aludon edhe në ta. Aludim të domosdoshëm. E se përket kuptimit të emrit të Allahut El Malik, para se të flasim për trajtimin e këtij emri në tekst të shariatit, kuptimi i këtij emri dietarët islam gjithsesi ja kanë disa kuptime. Një kuptim është, i thon arabisht ar-rabtu wash-shadd, një lidhje dhe shtrëngim i fuqishëm i diçkave mes dy gjërave. Andaj kur një gjë e lidh me një, apo dhe në atë lidhje bëhet një nyje fuqishme e pashkputur, edhe kjo është prej kuptimeve të fjalës mulk ose melik. Gjithashtu prej kuptimeve të kësaj fjale në gjuhën arabe është el-ihtiwa, kur diçka përfshin diçka. Don diçka përfshin tërsinë e diçkaje tërësisht, duke mos lënë të përjashtuar asgjë, edhe kjo në gjuhën arabe përmend me këtë shprehje ose mulk ose melik e kështu me këto trajtat e gjuhës. Gjithashtu prej kuptimeve të fjalës melik në gjuhën arabe është, do të thotë ai i cili jep urdhra dhe ndalon, do të jep komandon. Edhe këtij gjuhën arabe i thon melik. Ndërsa si term i përgjithshëm i përdorur në vazhdimsi, melik i thon atij që sundon. Melik i thon atij që e ka në dorë pushtetin, sundimin e një populli. Edhe i thon atij që malik me elif, jo melik, po malik i thon atij që posedon diçka. Ai që ka në posedim diçka, do në pasuri apo pushtet apo çka do qoftë, por e ka në posedim të tij, edhe këtij i thon në arabisht malik. Andaj gjitha këto janë kuptime që sillen rreth kësaj fjale, kësaj shprehje në gjuhën arabe. Thash në Kur'an ka ardhur e përmendur në disa raste emri Allahut Malik dhe në bazë të përdorimeve që ka ardhur e merr edhe kuptimin e tij. Allahu xhalla xhelaluhu në fillim të surës El-Fatiha thot Maliki Yawmiddin. Edhe pse ka ardhur në disa lexime edhe këtu stushme ku lexohet Maliki Yawmiddin, jo me Maliki, po Maliki. Maliki Yawmiddin përkthehet sunduesi i ditës së gjykimit. Mirë po nëse i kthemi kuptimi gjuhësor, apo që thash Malik edhe Melik, mund ta përkthejmë tash në kontekst kuptimor, më tepër sa të gjuhësor me një shprehje. Këtu ka me kuptim ai i cili ka përfshi të gjitha krijesat, nuk mund të del askush nga gjykimi i tij. Ka se Yawmiddin është ndërlidhur me ditën e gjykimit. Prandaj ka me Maliki sa atë ditë nuk mund të shpëton askush gjykimit të Allahu xhallahu ala të gjitha krijesat që ai don janë të përfshira në këtë gjykim. Dhe tërë ato që kanë krijesat Allahu xhallahu ala ka në posedim. Ose Allahu xhallahu ala përmend në surën Al-Qamar innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Me të vërtetë të devotshmit muttaqin fi jannat janë në xhenete dhe në lumej, wa nahar, fi maq'adi sidqin, inda malikin muqtadir, maq'adu sidqin, do të thotë në pozicion që është i vërtet, sidq, Allahu xhalla xhelaluhu u ka premtuar dhe u ka dhënë, atë që u ka premtuar, inda malikin muqtadir, pranë atij që është melik. Ka ardhur emri Allahut Melik, muqtadir i gjithë fuqishëm. Melik këtu do të thotë ka çështja për shpërblimin, ka çështja për posedimin dhe këtë grad dhe këtë shkallë dhe këtë që ata e posedojnë u ka dhënë ai që i posedon të gjitha. Andaj këtu më tepër është e natyrës së posedimit dhe pasurisë, saqë është e pushtetit dhe sundimit, edhe pse edhe këtu përfshihet pushteti edhe sundimi. Ndërsa në surën Ali Imran Allahu xhallahu ala na mëson që ta thrasim dhe ta lusim me këtë lutje duke thënë kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha
wa tanzi'u al-mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha. Thuaj Allahumma Zotim Malikal Mulk. Këtu ka të kufizuar me pushtet. Malikal Mulk. Ti që e ke në dorën tënde tërë pushtetin. Andaj nga ky pushtet i ndan kujt të don ti nga pushteti. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha, dhe ti i merr pushtetin atij që don. Prandaj shikoni përdorimin e këtij emri të Allahu xhallahu ala, se si nganjëherë më tepër është i fokusuar në pushtet, kuptim të sundimit, e nganjëherë më tepër është i fokusuar në kuptim të posedimit, edhe pse në të dyja rastet do të ka peksoj dhe ka prej asaj pa u përjashtuar fare. Ky emër, sikur se thot Ibn Jarir rahimahullah, Ibn Jarir at-Tabari, kur e komenton këtë ajet dhe ku përmend emrin Allahut Malik ose Malik, thot el-Malik alladhi la mulka fawqa. Malik është përshëllim ai që nuk ka pushtet mbi pushtetin e tij dhe nuk ka posedim mbi posedimin e tij. Wala shay'a illa duna, dhe çdo gjë është nën te. Nuk ka mbi Allahun xhallahu ala asgjë, do të nuk ka mbi te as me qenin e tij, as me pushtetin e tij, as me pasurinë e tij, me asgjë nuk ka mbi Allahun xhallahu ala. Ai është më i lartë në pushtetin e tij dhe më i gjithfuqishëm në sundimin e tij dhe më i pasur në pasurinë e tij. Ndërsa Ibn Kathir rahimahullah thot kur e komenton ajetin e surës Hashr, huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-Malik, që sa kam në fillim, thot al-Maliku li jami'il ashya, poseduesi i të gjitha gjërave, të gjitha krijesave, el-mutasarrifu fiha, dhe ai sillet dhe i menaxhon dhe i komandon ato bila mubalaghatin wala mudafa'a, pa ndonjë mund dhe pa rezistencë. Andaj Allahu xhallahu ala të gjitha i ka në dorë, çdo gjë ai e posedon dhe të gjitha këto i menaxhon dhe i komandon pa ndonjë ngarkesë, sikurse për shembull janë mbret në kësaj bote, edhe bila mudafa, edhe pa ndonjë rezistencë, nuk ka askush që i bën konkurrencë e që ka nevojë Allahu xhallahu ala ti reziston, do të thotë kurthave apo përpjekjeve të ndryshme për t'ia marrë Allahu xhallahu ala pushtetin. Është tërësisht Allahu xhallahu i lirë në komandën dhe menaxhimin e tij, askush nuk i bën konkurrencë. Kjo është komentimi, do të thotë Ibn Kathir. Nëse Ibn Qayyim rahimullah thot për emrave të Allahut xhallahu është Malik, wa ma'nahu, dhe për qëllim është el-mulku al-haqiqi, sundimi dhe pushteti real, jo sikurse pushteti dhe sundimi i njerëzve të kësaj bote. Thabitun lahu subhanahu bi kulli wajh, andaj Allahu xhallahu ala i takon sundimi, pushteti, posedimi nga të gjitha aspektet, nga të gjitha anët. Ka të shikojsh atij takon kjo. Andaj edhe nga ky aspekt dallon nga mbret në kësaj bote apo. Dhe gjithashtu thotë Ibn Qayyim rahimullah, dhe pohimi jon dhe pranimi jon se Allahu xhallahu ala këtë emër e ka këtë emër nën kupton se Allahu xhallahu ala i ka edhe emra të tjerë, qase nuk mund të paramendohet apo të jetë sundues dhe të jetë gjykues dhe të jetë posedues e mos të jetë i gjallë. A ka mund të jetë ai që ka pushën dorë mos jetë el hayy, ose mos jetë për shembull Razzaq, ose mos jetë ai që urdhnon, ose mos jetë ai që hidhrohet, ose mos jetë ai që gëzohet e kënaqet, ose mos jetë ai i cili do të jep dhe merr dhe shpërblen dhe dënon, gjitha këto i ka Allahu xhallahu ala. Andaj thotë Ibn Qayyim rahimullah me një rast tjetër, thotë shikoj ata që ja kanë mohuar Allahu xhallahu ala këto cilësi, nga sikur se janë Esh'arit, Maturidit dhe shumë nga fraksionet e tjera kanë mohuar Allahu xhallahu ala cilësitë e tij veprore. Sikurse është zbritja, është vepër, apo sikurse është dhënia, ata nuk e përmendën tek cilësitë Allahu xhallahu ala, dhënia dhe marrja, ngritja dhe ulja. Thotë Ibn Qayyim rahimullah, ata të cilët ja kanë ndaluar që Allahu xhallahu ala t'i ketë këto cilësi, thotë e kanë trajtuar Allahu xhallahu ala më ulët se që i trajtojnë mbretën e tyre ato. Mbreti kësaj dhunjaje, ka mundësi me kon mbret, ti je mbret dhe skitet me un komanda. Ti je mbret dhe skitet me urdhnuar. Ti je mbret dhe sun japti. Asun merr kurrë, veç rrin çatë. Prandaj thotë Ibn Qayyim rahimullah, kur t'ia pohojmë Allahu xhallahu ala këtë emër, dhe themi se është Malik, ne me këtë pohojmë edhe një tërësi cilësi të tjera që janë të domosdoshme të lidhura mes vete me këtë emër të Allahut subhanahu wa taala. Andaj Allahu xhalla xjalaluhu thash në shumë kontekste kur flet për këtë
për këtë emër të tij e përmend edhe në kontekstin e pushtetit dhe sundimit, edhe në kontekstin e posëdimit. Kjo se përket kësaj bote. Mirë po edhe në botën tjetër Allahu xhallahu ala thot në disa sure të Kuranit, sikur në surën Al-Furqan ajetin 26, Allahu xhallahu ala thot al-mulku yawma idhin al-haqqu lir-rahman wa kana yawman 'ala al-kafirina 'asira. Allahu xhallahu ala thot a dit pushteti i vërtet, al-mulku yawma idhin al-haqq, pushteti i vërtet a dit është lir-rahman, ndurt e gjithëmshirshme apo. Ndërsa ajo ditë për pabesimtarët është një ditë shumë e vështirë. Pse këtu ka thënë Allahu xhallahu që i tërë pushteti reali takon Allahu xhallahu ala, a nuk i ka takuar në dunja? I ka takuar në dunja Allahu xhallahu ala. Mirë, po nuk do të bindë njerëzit se i takon Allahut i tërë pushteti realisht sikur do të bindë në ditën e Kiamet. Njeriu në këtë dunja do të thotë i rrethuar me begati, i rrethuar me të mira të shumta, nganjëherë e përfshin një ndjenjë se ai është posëduesi. Ai ka këtë në dorë, ai mund të bëjë çfarë të don. Ndërsa këtë ndjenjë nuk ja largon asgjë më mirë se dalja para Allahu xhallahu ala i zhveshur pa posëduar asgjë dhe pa marr asgjë me vetën e tij. Dhe gjithashtu ky emri Allahu xhallahu xhelaluhu do të thotë ka qenë i njohur edhe tek pjesëtarët e shpallëve tjera, sikur që ka ardhur një çifot tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë: O Muhammed, Allahu xhallahu xhelaluhu e vendos, do thotë, qiellin me dorë, e tokën me dorë, e detet me një gisht, do të them, ka përmend një tërësi, do thotë, krijesash që Allahu xhallahu ala i kap me dorën e tij. Sikur se ka në Kur'an, se Allahu xhallahu ala e mbështjell për dorën e tij të djathtë 7 pal qiell. Na nuk e dim ç'është kjo formë. Nëse kemi të lihi shej, nuk është i ngjashëm me të askush, nuk duhet shikuar këtë veprim nga këndi i formës, por nga këndi i madhështisë dhe madhnisë Allahu xhallahu ala. Dhe atëherë Allahu xhallahu ala thot, kur këti ka në dorë, të gjitha krijesat i ka kap në dorë, e ka pështjell qiellin, e ka kap tokën, të gjitha krijesat janë para durrëve të tij dhe Allahu xhallahu ala, sikur se ka në surën Ghafir, thret Allahu duke thënë limenil mulku el-yawm. I kujt është pushteti sot? Shikoj me emrin mulk. I kujt është sundimi sot? Kush posëdon diç sot? Muhamedi më thot, as kush nuk pija përgjigje. Kush guzon me thonë diçka? S'ka përgjigje, as toka, as qiell, as krijesë, as kush. Atëherë Allahu thot lillahi al-wahid al-qahhar, i tër pushteti, i tër sundimi takon lillah, Allahut i cili është al-wahid, një dhe qahhar, i ka mposhtë të gjithë. Askush nuk mund të mposhtë Allahu xhallahu ala dhe nuk mund të mposhtë nga kjo askush as shariatin e tij, as shariati i tij i mposhtë të gjitha ligjet e tjera dhe Allahu xhallahu ala i mposhtë të gjithë të tjerat. Ky është ajo që ka të bëjë tash me kuptimet e këtij emri që kanë ardhur, do thotë në Kur'an edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe thash në trajtimet e ulemave sikurse përmend Ibn Jaririn, Ibn Kathirin, Ibn Qayyimin rahimullah që kanë folur për kuptimin e këtij emri. Pika vjuse që do të klasim për te dhe zënëruar lidhe me këtë emër ka të bëj me obligimet tona për balë ti emni. Nga se para se të klasim për ndikimin e këti emni të këne, do të klasim qëka i obligohemi një këti emni. A është me mjaftueshme të besojmë se Allahut i takon i tërë pushteti, apo ka ende diçka për të kësaj që duhet ne të besojmë dhe duhet imi të bindur në te që ka të bëj me emrin Allahut el-Malik. Janë disa pika, një tërsi pikash janë që obligohen me to përballë emrit Allahut el-Malik. Pika e parë që e kanë thënë dietarët është se emri Malik i Allahut azza wa jall na obligon neve që të besojmë se nuk ka asgjë me plot kuptime fjalës, asgjë, as e madhe as e vogël që del jashtë pushtetit të Allahut azza wa jall. Andaj kur thosh ti Malik, nën kupton një Zot që çdo gjë dhe asgjë nuk del jashtë pushtetit të tij. S'ka asgjë. Allahu te bareka ve taala të gjitha i ka në dorën e tij. Të gjitha janë brenda pushtetit të tij. Nuk ka asgjë jashtë tij. Dhe kjo padyshim se e ka ndikimin e vet në zemrën e besimtarit, sikur do të vijë më vonë. Mirë, po kjo nuk duhet tash të jetë besim teorik, por duhet ta ndijmë, ta përjetojmë këtë se asgjë absolutisht nuk del jashtë
pushtetit se Allahu xhalla xhelaluhu. S'ka as do të thotë njeri, as gjin, as melaike, as krijes, as staz, as bim, as çka do qoftë. Nuk del nga pushteti i Allahu xhallahu ala dhe nga sundimi i tij dhe nga posedimi i tij. E tëra është e tij dhe krahasi është e tij, e tëra është nën sundimin dhe nën pushtetin e tij. E dyta që obligohemi përballë këtij emri është të besojmë se krahas asaj që Allahu xhallahu ala ka përfshirë me pushtetin e tij të gjitha krijesat dhe ka përfshirë me posedimin e tij të gjitha krijesat. Allahu xhallahu ala është i gjithfuqishëm përballë këtyre krijesave. Ase ka mundësi njëri të në familje për shembull, apo në familje e kini farloj pushteti. S'paku me emën kështu je krye familjari, apo je. Mirë po, a nuk kupton që se ti ki fuqi ekzekutive për çka dush me bo? Jo shpesh herë, apo jo gjithë herë. Ose mreti që është, ose kryetari që është në këtë dunja. Po, ai nije si kryetari i këtij vendi. Do të krejt çka është brenda këtyre kufive, është nën emrin e tij, nën sundimin e tij, nën pushtetin e tij. Kështu të thuhet. Mi pa ka fuqi ai që të bën atë që don brenda pushtetit të tij, padyshim se nuk ka mundësi. Andaj kur themi se Allahu xhallahu ala ka përfshi pushtetin e tij të gjitha krijesat, asgjë nuk del jashtë saj, me automatizëm pas kësaj ne themi se krahas kësaj Allahu xhallahu ala është i gjithfuqishëm që të bën këto krijesa atë që don ai. Është i gjithfuqishëm, i gjithpushtetshëm. Askush nuk mund të reziston dëshirës dhe vullnetit të Allahut subhanahu wa taala. Andaj edhe në atë lutjen e njohur që na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, apo la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku, shikakar al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Prandaj edhe në fund të surës Al-Qamar tham inda malikin muqtadir. Jo vetëm që është melik, apo por i gjithfuqishëm. Dhe është i gjithmundshëm të bëj atë që Zoti xhalla xhelaluhu don. Dhe nga ajo që është i gjithmundshëm, Allahu xhallahu ala kanë don e ul. Allahu xhallahu ala mbrana pushtetit kujt don i jap. Allahu xhallahu ala mbrana pushtetit kujt të don ai. Do thotë ja merr atë që ja ka dhënë. Kujt don. Dhe nuk merr leje për këtë nga askush, apo dhe nuk ka mundësi të rezon kësaj askush, dhe nuk ka mundësi që qëndroj përballë kësaj askush, ka se Allahu xhallahu ala sikur se thashë ka përmendur Ibn Kathiri, bila mubalaghatin wala mudafa'a, pa ndonjë mund të madh edhe pa rezistencë. Zbaton atë që don mbrana pushtetit të tij. E pushteti i tij përfshin krejt çka ka pas Allahut azza xhallahu. Dhe çej e në tokë. Atë që ne e dim, e shumë nga ajo që ne nuk e dim, përfshihet në këtë pushtet. Dhe brenda këtij pushteti, Allahu xhallahu ala bën atë që don. Gjithashtu për asaj që e kanë përmend ulemat në lidhje me këtë që obligohemi, është se pasi tërë pushteti është i tij, apo dhe është i gjithmundshëm, e treta është se Allahu xhallahu ala është i vetmi që komandon dhe menaxhon me këtë që ai e ka opta. Nuk i përzihet në këtë askush. Sikur që ka dhënë më herët, por kjo duhet të pikë ndar në kuptimin e këtij besimi. Jo sikurse besojnë disa nga fraksionet e tjera ose ka edhe nga fetë e tjera se dikush tjetër mund të përzihet Allahu xhallahu ala në vendimarrje, ose mund të përzihet Allahu xhallahu ala në udhëheqje, në sundim. Mund të përzihet dikush Allahu xhallahu ala në posedim. Se ka mundësi të përzihet dikush tjetër Allahu në këtë pushtet dhe të ndikon në këtë pushtet, qoftë në dalën e diellit, qoftë në dalën e hanës, qoftë në ramin e shiut e kështu me radhë. Ne themi se askush nuk mund të përzihet Allahu xhallahu në këtë çështje. Dhe ai vetëm që vendos se a do të bie shi apo jo, është Allahu te barekote. Askush tjetër. I vetmi që do të vendos për filon a do të shërohet është Allahu xhallahu ala. I vetmi që do të vendos se a do të pasurohet filoni është Allahu xhallahu ala, nga sa është melik. I vetmi që do të vendos se si do të jetojnë krijesat e tij me urdhë dhe me ndaresa është Allahu xhallahu ala. Prandaj askush nuk mund të përzihet atij në këtë pushtet, nga se atij i takon i tërë pushteti, atij i takon i tërë sundimi, dhe ai në udhëheqje dhe menaxhimin e tij është i vetëm, nga se i gjithmundshëm dhe është një, nuk ka shoq. Kjo se teori është
e lehtë me thonë. Mirë po, thash, ndikimi se praktikë këtij duhet të jetë pak më ndryshe, që me të vërtet një besimtar që e kupton kët, atëherë sikur të vjet tek ndikimet, trimëria e tij, guximi i tij do të jetë në niveli më i lartë se sa që ndoshta ndokush prej mund ta ketë apo. Prandaj edhe ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk kanë hezituar asnjëherë që të nisen në luftra, ndoshta me çfarë lloj kalkulimi do të dilshin humbës. Mirë po, kur e kanë kalkuluar me emrin El-Malik, sa ati ta kon pushteti, nëse Allahu ka vendosur t'u jap pushtetin, do t'u jap janis. Ka se Allahu t'i takon i tërë sundimin, kur kush se ka dorë. Dhe shpesh herë tek halifet e njohur, kur janë përkutuar me këtë emër të Allahu xhallahu ala, se pushteti takon Allahu xhallahu ala atyne, subhanallahu, me gjithë ndoshta dhënien pas dunjas që kanë pas, ka pas ndikim të ata për kujtim me këtë emër ato. Pra i thuhet njerëz se kur ka hyrë një pe halife të Abasive, një nga ulemat nuk është qenë kom ato. Nuk është qenë kom fare. Edhe kanë tentuar rojet me ngacmu me shtiza për më qenë kom, s'është ngrit kom. Edhe kanë thonë pse s'po ngritesh? Kanë thonë ai se njerëzit ngriten veç për Rabbil Alamin ato. Jo më yakumun nasu li Rabbil Alamin. E ka thënë ai atë ditë kur njerëzit do ngriten veç për Zotin e gjithësisë, Rabbil Alamin. Nuk ngritna për kët. Atëra kur e ka dëgjuar halifja kët, ka thënë lëreni se vallahi kur e kam dëgjuar kët, më është rrëqet i të trupi nga realiteti që ndëgjova. Çfarë është apo sahi? Ndërsa Harun al-Rashidi që ka pas pushtetin apo e dini se ka pas pushtetin e gjerë. Saqë ka thënë o erdhëturave, sillu ka dush, lëshoshi ku dush nga se haraçi apo i asaj tokë ka marrë të unë apo. Nga pushteti i gjerë që ka pas. Harun al-Rashidi ka pas shumë djalë. Mirë po, ka pas një lloj bindje se nuk kanë mundësi me e të zhguën pushtet më shumë se 3 djelë. Nuk kanë mundësi me e të zhguën pushtet më shumë se 3 djelë. Se onë mas 3-ve, pushteti shkon diku tjetër, ballna, sën e majnë magatna. Unë edhe 3 djelë e majnë, ama shumëti. Andaj ka vendos, do të thotë, komunikata të halifës të mbretit në Mekë, në Medinë, në vende publike, apo për konsiderat posaçme për këta 3 djelë të tij. Me'muni, Emini ka qenë edhe një tjetër ka qenë. Dhe aty nuk ka unë pushtet. Nërso Mu'tasimi ka qenë djali i 8 apo i 9 të tij. S'ka i në kombinim kur qusheq. Ai për 3 ka pas i mët, hajt për dhe me një 4, po Mu'tasimi ka qenë i fundit. I 8 apo i 9. S'ka qenë kombinim fare që të merë pushtet. E ka marrë pushtetin, do thotë Emini, pastaj Wathiku, Me'muni e ka marrë. Gjatë kohës së Me'munit kanë vdekë këto vëllezër të tjera. Këto ata që i ka llogarit ai kanë vdekë. Ka mbet Mu'tasimi apo. Kur ka vdekë Me'muni ka marrë pushtetin Mu'tasimi. Edhe ka lexuar fjalët e Allahu xhallahu ala që kanë bënë me pushtetin, kulillahu min malikil mulk. Që Allah jap kujt don pushtetin apo. Andaj Harun al-Rashidi tani pushtetin ka pas, kur ka vdekë, në momentin e vdekjes ka thonë, apo o ti që nuk shuhet pushteti yt dhe nuk rënohet pushteti yt, mëshiroje atë që po i rënohet pushteti i tij apo. Apo se pushteti i Harunit po rënohet, po shkon s'kamu, nëse pushteti i Allahu xhallahu ala mbetet gjithmonë apo. Andaj nuk i përzihet Allahut askush. Sado që të ketë njeriu në këtë dunja mundësi, aftësi, ushtri, gjitha këto duhet me kuptuar se Allahu ja ka dhënë në posedim dhe ja ka dhënë në shfrytëzim, ndërsa pronari real dhe i vërtet të gjitha këtyre është Allahu xhalla xhelaluhu. Nuk është njeriu. Ne nuk jemi pronar as të gjymtyrës tona, as të trupit ton. Prandaj dini se një nga krimet më të mëdha në Islam është vetvrasja. Pse? Nga se jetën që të ka pa Allahu xhelaluhu ala nuk i drejt ti me kur dush me dhon fund apo. Nuk i drejt. Gjithashtu dhënia e organeve, apo është ndaluar me dhon muslimanit dikujt organet i përderisa gjallë. Qase nuk është kjo jotja. Kjo është shfrytëzim ty të ka pa Allahu xhelaluhu ala. Andaj nuk lejohet as trupin tënd të bësh atë çfarë dush ti. E lëre më në pasurinë tënde, në fëmijën tënd e kështu me radhë. Gjitha këto janë në shfrytëzim ti ka pa Allahu xhallahu ala. Andaj nëse ne e kuptojmë
se Allahut nuk I përzihet askush në këtë posedim, në këtë pushtet, me automatizëm do ta kërkojmë pikën e 4, apo cila është ajo? Se pasi Allahut I takon I tërë pushteti, pasi Allahut I takon I tërë sundimi, atë është e pamundshme që tërë këtë pushtet, tërë këtë sundim që Allah e ka në dorë, dhe tërë këtë posedim që ka Allah xhallahu ala, ta këtë krijuar pa ndonjë qëllim, tek ashtu veç sa me ka thënë se I fuqishëm me aftën. Por kjo ka një qëllim apo? E ai qëllim thash është në hijen e atij ajeti që Allahu ka thonë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk I kam krijuar xhenet e as njerëz për të poshtë të më adhurojnë. Prandaj, vëllai nderuar, çdo sen që Allahu ta ka dhënë, çdo sen që ti e ki, apo duhet të rënditet në këtë ajet, që ta kuptosh se si duhet ta shfrytëzojmë këtë begati, këtë mirësi që Allah na ka dhënë, në kuadër të trajtimit të këtij ajeti se Allahu xhallahu ala na ka dhënë në shfrytëzim. Prandaj, nëse je posëdues real, nuk merren pyetje. Atë merr dikush ty pyetje për shembull, pse e ke vesh sot këtë tesh? Atë merr pyetje dikush, a ka ligj në tokë që të merr pyetje për këtë punë? Ja. S'është e jamja, vesh çka du. Apo ose pse për shembull sot ke flajt, nëse s'ke obligime ndaj dikujt po them. Nuk të pyet askush, pse sot I kero me kerr kësaj rruge, pse si kero kësaj rruge. S'ka kësi pyetje, se është e jotja. Në kuptim dunjallëkut apo. Ndër tek Allah xhallahu ala, a pyetesh për gjitha këto? Po pyetesh. A në fakti që të pyet Allah xhallahu ala, për ty ka dy gjëra kryesore. E para është se ato që e ke zhduar nuk është e jotja, se po të ishte e jotja nuk merresh pyetje. Dhe e dyta, nën kupton se është dashme e shfrytzuar në mënyrë të caktuar. Prandaj vjen pyetja, me të pyet, a e ke zhduar në mënyrë të caktuar apo s'e ke shfrytzuar? Në gjithmonë duhet të kemi parasysh para çdo begatie këto dy gjëra. E para, nuk është e jotja. Ti je shfrytzuesi I saj. Prandaj para se me shfrytzu, duhet me e pyet pronarin kryesor, pronarin e vërtet të kësaj begatie, se si duhet me shfrytzu. Dhe pastaj pas ta kuptosh si shfrytzohet, apo ta shfrytzosh sikurse duhet, duke kuptuar vazhdimisht se kemi dhënë përgjegjësi për shfrytzimin e saj. Gjitha këto në kodrat e emrit të Allahut El Malik. Qase ti është ti si Malik. Edhe po ti je Malik I kufizum. Qase e mojmë pushtetin sot me pesh. Cili pushtetar sot është shumë komo, shumë rahat si një fukaret, s'ka kur gjë në xhep. S'ka kësi pushtetari. Gjithmonë janë siklete, çka do të bën opozita, apo çka do të bëjnë njerëz të tjerë, ai kom zbatu premtimet, zgjidhet tashme në shtar zona. Gjithmonë janë siklete të caktuara, s'janë ata rahat në pushtetin e tyre apo. Nëse edhe kanë ngarkesë për udhëheqje, po edhe kanë rezistencë për vazhdim të udhëheqjes. S'janë rahat, një vendim e merr me automatizëm ka rezistenca, që edhe pengojnë shpesh herë zbatimin e tërësishëm të asaj që dën pushtet mbajtësi. Tek Allahu xhallahu ala nuk është kështu. Andaj ti e kupton se nuk ke asgjëndor e po të ishte udhëheci I këtë botës. Përsëri, je sikur se ai s'ka kurrë në xhep ti apo. Para Allahu xhallahu ala jeni të barabartë. Nuk ka kur gjë që dallon para Allahut për ju e dyve. Pse? Pse as ai që do të thotë e ka tër botën me ndonjë udhëheqje nuk është më I fuqishëm para Allah xhallahu ala se ai që s'ka kurrë gjë apo. Barabartë. Se këtia ka dhënë Allah xhallahu ala e këtia ka marr. Po deshti Allah xhallahu ala ja merr këtij komplet dhe ja pti kur don pa lejen e kërkujt apo pa aprovimin e kërkujt, sprat votimin e kërkujt hiç, ku na don Allah xhallahu ala jap, ku don Allah ja merr ato. Dhe gjitha këto I bën, do të thotë në kuadër të urtësisë së madhe, në kuadër të një mirësie të madhe që Allah xhallahu ala dhe në kuadër të drejtësisë. Pra dietarët kanë thënë, kur jemi tek qëllimi, ase nuk ka kot, gjitha këto I ka krijuar dhe tër atë vendim që Allah xhallahu ala e merr në raport me krijesa, dietarët kanë thënë nuk del jashtë këtyne qëllimeve. E para është drejtësia. El Malik kur merr vendim domosdoshmërisht vendimi I tij është I drejtë. Pavarësisht a ka të bëjë me ngritjen e dikujt apo me uljen e dikujt apo ka të bëjë me dhënien e dikujt apo primin e dikujt nga diçka, është I drejtë. Ose është el ihsan, mbi drejtësinë. Ka të bëjë me bamirësinë. Ti se ke merituar me qyr halal drejt për drejt me qyr, ti se meriton kët. I pa është Malik, ai vendos ta jap apo. Ose ka të bëjë me el hikma, ka të bëjë me urtësi, s'ka të bëjë me drejtësi, s'ka të bëjë me bamirësi. Apo
Se me këshir me drejtësi se meriton. Pas me përmirësi s'është bërë përmirësi, është me një urtësi tjetër caktuar që dëshon të realizohet apo. Andaj sot Allahu xhallahu ala që u ka dhënë pushtet atyre që nuk e besojnë Allahun sikur se duhet. Kjo është drejtësi? Ata se meritojnë këtë. Ata nuk i është dhënë në bazë drejtësisë. As nuk është përmirësi, është urtësi. E ka një urtësi këtu. Një për urtësive, thot Ibn Qayyim rahimullah, në të vakt vet. Thot Ibn Qayyim rahimullah është se ehlu iman, pasues e imanit, apo mos të lirohen shumë në pushtetin e Allah xhallahu ala. Na kanë besuar në Allah xhallahu ala, edhe na s'kemë më marrë sebi për kurrë se ai na ruan pushtetin. S'kemë na mu angazhuar, se ti s'kujdesesh, ti s'punon, si merr sebepet, e sill Allah dunjan dikun tjetër apo. Edhe për ta kuptuar gjithashtu se nëse gjithmonë është mirë, gjithmonë është me kon neft apo s'ka sprova, llastohen muslimanët apo. E llastimi nuk është i mirë për musliman. Prandaj Allahu xhallahu ala don që kjo bëhet të ndërtuar në sunnetul mudafa'a, në ligjin e konfrontimit, përplasjes, goditjes mes hakut dhe batilit. E nëse pushteti nuk sillet mes të mirë dhe të këqijve, nuk ndodh suneti i goditjes apo. Gjasa Allahu xhallahu ala thot li yuhiqqa al-haqqa wa yubtil al-batil. Allahu xhallahu ala al-malik apo ban që kreset nga njëra diku t'jap këtë pushtet e diku t'jap atë pushtet për çfarë arsye? Li yuhiqqa al-haqq wa yubtil al-batil. Që Allahu xhallahu ala përmes kësaj goditje, kësaj përplasje, këtyre lëvizjeve ta dëshmon saktësinë e hakut apo dhe ta rënon pa qëndrueshmërinë e batilit apo. Ta dëshmon se s'është qëndrueshëm batili, nuk qëndron. Ana gjitha këtu janë me emrin el-Malik, do të ndëruar, do të nuk është veprimet e tij në kodër të saj që cekëm, pushtetit, posedimit, veprimeve, menaxhimit, komandimit, këtë që i cekëm, të gjitha këto nuk dalin jashtë korrizave të këtyre qëllimeve, të drejtësisë, të mirësisë dhe të urtësisë. Gjithashtu ajo që na obligon të besojmë për ballë të jamni është se përderisa Allahu xhalla xhelaluhu është Malik, apo dhe për kuptimin e Malik ishte poseduesi, Malik, ai që ka dorë çdo gjë. Jemi të bindur se për aq sa ka Allahu këtë emër, për aq mbeten depot e tij të mbushura. Apo ka mbret i cili falimenton. Apo s'ka krizë ekonomike, bjen qeveria. Për shkak se janë zbraz thesaret dhe bjen, s'ka me çka me majt. Ndërsa na kur të dëgjojmë emrin e Allahut el-Malik, qetësohemi këtë radhë se nuk zbrazën kur depot Allahu xhallahu ala. Gjasa ai është el-Malik dhe emri i tij el-Malik mbetet përgjithmonë i tillë, nuk zbehet asnjëherë. Prandaj si reflektim i kësaj dhe rezultat i kësaj mosbehje është edhe nuk cënohet pushteti i tij kurrë dhe nuk zbrazen depot e tij kurrë. Ti si musliman kur e kupton emrin Allahut el-Malik, apo flan rahat se nuk e ke frikë, madje as nuk guxon ta kesh frikë se ka mundsinë sabah kur qosh, e sheh se e paska marrë shejtani pushtetin edhe tash është kai myt ka një kanjata që falën atë. A ka mundsi që mendon sabah? Kur vallahi, ti flaj rahat. Ose e ka marrë depot e furnizimit i ka marrë iblisi, apo edhe tash ai po vendos kujt më don rrezik atë. A ka mundsi kështu? S'ka mundsi, ti në këtë aspekt flaj rahat, sa është el-Malik. Prandaj edhe një nga komentet e dietarëve për Malik Yawmiddin që kanë thënë, apo është kanë thënë ulema se ky ajet e qetëson në masë të madhe besimtarin. Për çfarë arsye? Nga dy aspekte. Malik Yawmiddin e qetëson besimtarin nga dy aspekte. E para e qetëson se tërat padrejtësi, apo që ta ka bëu dikush në dunjë. Tëra ato që ke pas me i gëzue, si ke gëzue, për shkak të zullumit i ka marrë dikush, apo ki me shku me u gjyku të ai që është i joti. Tek Allahu xhallahu ala, të ai që ke besuti. Tek ai për shir të secilit të kanë priu njerëz apo. Por mësot që po e drejtë jote ka qenë me u pozu dikun. Po pse falesh dhe ki mjekër s'lën me him punë? A zullum? Zullum është kjo. Çka ka lidhje mjekra dikujt për shkak me punën e tij?
S'ka lidhje kjo kurrë. Namazi i ti, çka ka lidhje? Je privu për shkak të kujna të Allahut azh. Tash para mendon nesër kemi u gjyku, apo te ai që për shkak të këtij kanë qit pi punë, bashkë me shefin tonë apo. A qetësohesh ti, ai rahat? Po shumë i rahat vallahi, je komod. Jo për shkak se tash Allah ti i bën zullum. Po për shkak se jap hakun tamam, se jetu shku te ai që për shkak ti e ke bërë tërë këtë. Dhe kjo e qetëson besimtarin. Dhe e dyta e qetëson besimtarin se Maliki Yawmiddin, se besimtari keq ka vënë për hir të Allahu xhallahu në këtë dunja, apo tek Allahu xhallahu ala nuk humb. Andaj Allahu xhallahu ala ka pushtet dhe ka fuqi dhe ka pront mjaftueshme me të shpërbly shumë fish ndaj asaj që ti ke punuar. Ka se ka mundësi të ka njëre vezvese diku më që po ta njëri që ka kaluar këtë dunja, mos po harxhit të xhenetit. Tani na një maj zot do me të nimu, po tani ja Maliki Yawmiddin mos i gala aftë. Ditën e gjykimit ka boll. Ka boll sa dush Allahu xhallahu me shpërbly besimtarin. Andaj ky emri Malik i Allahu xhallahu ala thash të qetëson në dunja, në rrafën e pushtetit dhe posedimit, dhe të qetëson në ahiret në rrafën e gjykimit dhe shpërblimit. Të dy rrafshat ky emër të qetëson, dhe të mban me kon gjithmonë i sigurt. Pa kur këtë njerëz friksohen nga krizat globale apo nga falimentimet dhe bankrotimet e bankave, këtë njerëz janë krizë çka do të bëhet me pasurinë e tyre, madje e dini se vetëm ndrimi një monedhe sa bën që njerëz me hup apo. Vetëm ndrimi një monedhe, për shembull sot me e kthy njerëz, veç me punu me vend dollarit, për shembull me kon një valutë tjetër, apo sa humbi njerëz apo. Dhe njerëzit siklet për këtë punë. Ndërsa ajo valutë që ti komunikon bosoj me Allahun xhallahu ala nuk devalon kurrë apo. Punë e mirë. Namazi ka mundësi me devalvu një herë? Kur? Ose vlera e agjerimit ka mundësi me devalvu për shekull i shekull pikojnë ku për njëri, kur s'ka mundësi apo. Nuk devalon. Andaj e joti është ti krye. Mos e bëj galje pagesa në çfarë valute ka më të bëj. Mos po devalon deri atëherë, mos e bankroton, apo se në sikletë është ai që punon. Po ndonjë firmë të madhe, nesër me falimentu para pensionit çka bëjon atë. Andaj punon po më aty ka te pushtetit të sundimit të posedimi shefit e tij apo. Do të këtë galë se ki. E adhuron Allahu xhallahu ala i qet, i sigurt në emrin e tij El Malik. Se vlera reale mbetet gjithmonë reale, asnjëherë nuk devalvon. Dhe je i sigurt në këtë vepër. Andaj besimtari qetësohet kur e përmend Allahu xhallahu ala. Një nga shkaqet e këtij qetësimi është kuptimi i emrit të Allahut El Malik. Pse besimtari qetësohet? Tatmainul qulub. Qetësohen zemrat kur përmend Allahu xhallahu ala. Për çfarë arsye? Një nga shkaqet. Pse qetësohen zemrat është kjo. Se je duke përmend dikon që keq ka ke bëj tirun. Hiç mos i gale. Nuk ka marr pushtet mbajs tjetër apo edhe këtë arkivën me djeg. U djeg arkiva. Rastësisht çka ka pas u djeg. Këtë që kanë bënë na këtë kontributi shkoj valla. Tash dikush tjetër mos thotë ka Allahu xhallahu nuk djeget arkiva. Gjithashtu nuk devaluan. Dhe dje u kon vlerë me besun diçka caktuar apo sot është antivlerë. Apo dhe dje nëse ke besun diçka ke qenë pushtet. Sot veç me shpreh ato që ke besuar dhe dje shkon burg. Shikoj që devaluan, ata nuk kanë sigurt ata kur. Se varet nga pushteti apo edhe imponon vlerat. Edhe merr vlerë caktuar me besimin caktuar, vepra caktuar me kështu me radhë. Prandaj ata janë gjithmonë siklet. Në ti je i qetë. Asnjëherë nuk devaluan. Kur do le ndron 100.000 pushtetar, kryeminista, kryetar, mbreta, kur do le të vjen? Apo vlera e besimit në Allahun xhallahu mbet ajo. As kur s'u devaluan. As namazin, as agjerimin, as një gjë. Qase ajo është El Malik. Prandaj edhe kjo është një çështje e domosdoshme që duhet ta besojmë kur të përmend emrin Allahu xhallahu ala El Malik. Gjithashtu nga kuptimet e drejtë të emrit Allahu El Malik është apo obligimet që kemi për këtë emri është që ta ndëlidhim me emrin Allahu Ar-Rahman dhe Ar-Rahim. Pse? Fakti që Allahu xhallahu ala e ka tërë pushtetin në dorë. Dhe fakti që Allahu xhallahu ala bën çfarë don, që asesi nuk kupton sa i mund të bën zullum apo. Shikoj, nëse në këtë dunjë është ndryshe. Sa më shumë pushtet që ka, sa më i fuqishëm që është, apo sa më ushtrakisht është i fuqishëm dhe i përkron mundësia për të shkirë për bëzëm është me e madhë. Nëse Allahu xhallahu me tërë këtë pushtet që e ka, dhe me tërë këtë sundim që e ka, të pa kontestueshëm,
Edhe askush nuk e pyet pse e ke bër, as ka mundësi me e pyet. Askush nuk mund ta merr në llogari, megjithatë, flaj i sigurt, nuk të bën zullum kurrë. As besimtarit, e as jo besimtarit, e as askujt. Nga se Allahu ka garantuar në Kur'an, apo se Allahu xhallahu ala nuk i bën padrejti robëve të tij. Madje ka një ditë kutsi, ditën e Abu Dharrit radhiyallahu ta'ala anhu, ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu ka thënë ja ibadi, o robët e mi, inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. O robët e mi, unë ja kam bërë të ndaluar vetes time padrejtin. Ja unë kuptim se Allah ka mundësi me, po ju siguroj nga ky aspekt se kur do qofshi jo. Absolutisht kur se Allah nuk i bën kërku padrejta. Andaj po, i tër pushteti, i tër sundimi, i tër posedimi, i tër prona ndon Allah xhallahu ala, mirë po, fakti që këto i ka dhe askush nuk e merr pyetje, la yusalu amma yaf'al. Nuk pyetet për atë çfarë bën, nuk e merr askush në pyetje Allah xhallahu ala. As nuk mund askush t'ia konteston pse e bëre kët. Megjithatë, nuk bën pa drejtë. Nuk bën pa drejtë. Dhe kjo gjithashtu e shton atë sigurinë që patëm fjalën më herët për të. Dhe prej pikave që i kam pranë dietar që ne obligohemi përballë të jamri është se Allahu subhanahu wa taala duke pas parasysh faktin se ati të ka i tërë pushteti apo i tërë sundim, ajo është el-Malik. Kjo të kupton se edhe Allahu xhallahu ala është i vetmi që ka mundësi me imposht pushtet mbajtje zullumçara. Ata që janë zullumçar, ata që e keqpërdorin pushtetin, ai që ua ka dhënë është i vetmi që mund m'ia marr. Prandaj rruga për t'u marr pushtetin zullumçarëve dhe për t'u dhënë të drejtëve apo kalon ka Allahu xhallahu ala. Kalon ka el-Malik. Nëse ti e dëshmon apo se je më i mirë, je më i dobishëm, je më i aftë, atëherë dëshmoj atij që është el-Malik. Ka se Allahu xhallahu xhelalu sikurse thot në Kur'an, kullu yawmin huwa fi shan, në surën Ar-Rahman. Çdo ditë ai është në veprim të saktuar. Hadh ibn Qayyim rahimahullah yaghfiru dhanban, ja fal diku gjunohat, apo dikon e pasunan, dikujt e ikni gale, dikon e shëran, dikon e ngrit, apo dikujt i jap, kënaqet me dikon, gëzohet me dikon, edhe të kundërt e ul dikon, i merr dikujt diçka, apo hidhnohet me dikon, e dënon dikon, e dikon e shpërblen. Çdo ditë Allahu xhallahu ala është në këto veprimesh. Andaj nëse Allahu xhallahu ala sheh prej të mirëve se janë të mirë për t'u dhëq, u jep. Edhe absolutisht për të nuk është problem t'ja u merr atyne. Ka se u ka marrë disa që ka qenë më të pushtetshëm se këta, më të fuqishëm se këta. Apo ju e dini përpara faraoni çfarë pushtete të pakontestueshme ka pasur. Sot nuk ka mundësi asnjë pushtet mbajtës. Çfarë do qoftë ai? Të mobilizon masa të mëdha njerëzish për të ndërtuar diçka të pakuptimtë. S'ka mundësi për një kafshat buka. Këtë ka bu faraoni, apo? Sot e ke pa, veç pak po dojmë ja u shkurtu ato të hyrët personale, për shkak të krizës globale ekonomike që ka kapur në shtet dhe përfshihet vendin në flak, në protesta, apo që e kontestojnë në mas të madhe vendimin. E lërema me i thonë, që në këtë popullata se përvynë kryeministit një pallat me anreq, tonë me anreq, ka i gjys bukën ditje e kene. A shkon të kështë më përnu? A s'ka pushtet, s'ka mundësia, s'me ushtria, s'me polici me i qu. Nërsa faraoni e ka bërë këtë me një fjallë. Ene rabbukum l'ala. Unë më zoti juvë, edhe si pasoj e kësaj duni me ngu, edhe ka ngu. Dhe Allah xhallahu ala ka shkatru. Ku është faraoni sot? Ku kanë bet ato lumej që i kanë qërkullu në nërkome, ku i kanë bet ku ka shkuar? E ka marrë Allah xhallahu ala. E ka marrë Allah xhallahu ala pushtetin e persianëve, apo nga dikush që kur në men se kanë pas persianë se që ta kanë me marrë pushtetin. Persianët kanë pas frikë që mund t'ja marrë pushtetin Bizant, ose Romakt, për që marrë Arabët këmzbathë këta asmena që ka shkuar. E po që kjo është Malik el-Mulk. Ai që jap pushtetin kujt na don. Allahu xhallahu ala jap kujt don pushtet. Prandaj ai është që ngrit. Ai është që ul. Nëse dëshirojmë timit të ngritur, duhet të lidhim për Allahun te barekutaala. Ti keni punë mirë me të. E pastaj të marrim sebebe të tjera. Mi po njerëz subhanallahu
mundon që të jenë shumë të aftë e të shkatë në analiza politike e partitë ndryshme e kështu me radhë, apo nga se e konsiderojnë sebeb për udhëheqje, sebeb për vendimarrje kështu me radhë, ndërsa në rrafën e raportit me Allahun xhallahu ala janë shumë keq, të tillë Allah nuk ja përshtit atë. Prandaj edhe kjo është ajo që ne obligohemi këtë jam, ta kuptojmë se Allahu xhallahu ala impost dhunçarët, se Allahu xhallahu ala impost keqbërësit, impost qëllimqinit, impost Allahu xhallahu ala të gjithë. Prandaj edhe na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që kur të jemi përballë një udhëheci ose jemi përballë një grupi njerëz që ja kemi frikën, mund të na bëjnë dëm. Si është duaja? Allahumma inni aj'aluka fi nuhurihim wa a'udhu bika min shururihim. O Zoti jam, inni aj'aluka fi nuhurihim. Una të bëj ty që ti jesh në qafat e tyre, ti ndalesh. Wa a'udhu bika min shururihim, dhe kërkoj mbrojtje tek ti nga sherri i tyre. Kush e thot këtë dua, nuk i bën dëm. Dëmi i keqbërësve, qëllimqinjve kështu me radhë. Qoftë kjo dhe ndëruar e ndëlidhur me pushtet bajtës, apo qoftë kjo ndëlidhur me sihirbaza, falltor të ndryshëm, pushteti i takon Allah xhallahu ala. Nuk mund ata me të privu ty, apo nga asnjë begati që Allah ta ka dhënë. Kur? Andaj sikur se ka thënë Allah xhallahu ala, wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idhnillah. Nuk kanë mundësi, i sfidojmë, nuk kanë mundësi të bëjnë dëm as pak, pas sa ka pa Allahu leja atë. E këtë leje jap në bazë të drejtësisë, gjunaheve tona apo në bazë të urësisë së saktuar që duhet të realizohet ato. Por ai është Melik. Ai vendos ku do i bëhet dëm. Ai vendos ajo keqbërësit, ajo qëllimqin, jo pushtet mbajtësit, ata s'u vendosin kurrë. Dhe çdo zbehje në raport me këtë që përmenda, në kupton keq kuptim në raport me Allah el-Melik, dhe zbehjen e besimit tonë Allahun te bareke ve taala. Andaj gjitha këto pika që i ka 6 apo 7 i obligohemi ne Allahu Azza wa Jall përballë emrit të tij el-Malik. Pra kjo është kuptimi i drejtë këtij emri dhe obligimet për ne që ngarkohemi ne me to karshi këtij emri. Dhe bete që të flasim pas një pushimi, të flasim për tash ndikimin e këtij emri në jetën tonë të përditshme, se si duhet tash ne të ndikohemi, të përmirësohemi, të edukohemi, të veprojmë në bazë të këtij emri dhe në bazë të kuptimit të këtij emri. Kjo është sa përket së pjesës së parë. Allahu xhallahu ala na përfrit në mëshirën e tij dhe me begatinë e tij. Allahu e shpërblet. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.